Arestoni Ballukun, marshimi mira e qytetarëve rrugëve të Tiranës, Revolucion, Rama ik, Berisha ik. Ka vijuar deri në orë të vona marshimi i qytetarëve në akset kryesore të kryeqytetit, pasi lan bulevardin kryesor, nga kryeministria me thirrjet Rama ik, Revolucion dhe poshtë diktatura, turma e madhe protestuesve është ndalur përpara Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë. Në këtë pikë të marshimit, revolta është përqendruar e gjitha ndaj ish drejtueses së këtij dikasteri, njëherësh ish zëvendës kryeministres së pandehurës nga SPAK dhe me mas sigurie nga GKK Belinda Balluku. Protestuesit kanë shpërthyer një zëri në korë me thirrje të forta duke kërkuar arrestimin e saj lidhur me dosjet e nxehta të korrupsionit dhe hetimet e fundit. Arestoni Ballukun ishin disa nga thirrjet e qytetarëve, thirrjet për vënien para përgjegjësisë ligjore të ish numri 2 të qeverisë, e cila është vënë në shënjestër të akuzave dhe hetimeve nga SPAK për abuzimet me projektet e infrastrukturës dhe aferat milionshë kanë ushtuar përpara ministrisë.